Pritjes tashmë erdhi fundi. Spektakli shumë pritur nga të gjithë Ferma VIP 2 është gati të nisë rrugëtimin nga kjo e hënë, vetëm në ekranin e televizionit Vision Plus dhe 24 orë në 2 kanale dedikuar në Tring. Edicioni i dytë i këtij super prodhimi garanton një sukses të vërtet, duke sjellë sërish në ekran personazhe të njohura nga bota e showbizit dhe jo vetëm, të cilët do të përballen me sfida, konkurrencë dhe garë të fortë për një qëllim, fitimin e çmimit të madh. Përveç ritmit të shpejtë dhe ngjarjeve të papritura që janë tipike për këtë format, konkurrentët e Ferm VIP 2 do të shfaqin përpara publikut 24 orë në 24 të gjitha dimensionet e tyre. Duke përballuar vështirësitë e punëve të fermës dhe duke u testuar përballë natyrës dhe kushteve të papritura të jetesës. Nën moderimin e Luana Vjollcës, ky prodhimi Vision Plus do të sfidojë aftësitë e pjesëmarrësve në punë fizike, si dhe strategjitë e tyre për të krijuar aleanca, për të menaxhuar emocionet dhe për të bashkëjetuar në një ambient ku çdo hap mund të ndikojë në fatin e tyre. Kjo do të jetë një luftë për të mbajtur balancën mes bashkëpunimit dhe rivalitetit. Por Ferma VIP 2 premton shumë. Emra të paparashikuar që do të bëhen pjesë e kastit, një dyshe fantastike opinionistësh, si dhe një kryeplak që as nuk e kishit menduar. Përmes një miksimi të elementëve reality show dhe programit të lojrave, Ferma VIP 2 do të angazhojë të gjithë ata që e ndjekin, duke u bërë kështu një nga spektaklet më të diskutuara në Shqipëri. Nga kjo e hënë, mos ju ndani 2 kanaleve të dedikuara në platformën Tring, si dhe ekranit të Vision Plus.